Unë shpresoj se pas zgjedhjeve tashme subjektet politike që do të ulen për të bërë koalicion do të diskutojnë edhe për çështjen e postit presidentit, sepse është krejtësisht jo logjike që ne edhe një herë të shkojmë një zgjedhje. Kështu që mendoj se në pjesë të marrëveshjes do të jetë edhe posti i presidentit. Tani mendoj që kjo fushat ose zgjedhjet po bëhen edhe për një arsye që partitë heqin vijat e kuqe njëra tjetrës. Jo vetëm zotri Hamza, por unë seriosisht mendoj se në Kosovë duhet ndrohet jo vetëm qeveria, do të ndrohet mënyra e qeverisjes, do të ndrohet mënyra e bërjes politike. Subjektet politike duhet t'i lënë inatët, duhet ta lënë gjuhën asaruse dhe duhet të ulen të diskutojnë për çështje. S'ka rëndësi si ka quajtur, nuk është se fare s'ka rëndësi, po megjithatë është më pak e rëndësishme pyrjet, dësharjet që i bën Kurti në drejtim të subjekteve tjera politike, por është shumë më rëndësi çka bën ai. Dhe sidomos se po ju ndërpres, ndoshta pa ju justifikuar Kurtin, a mos ndoshta është treguar shumë hileqar i madh ai, edhe ka më shumë faj ai që ka bërë kushtetutën e Kosovës me ato manovrat, labirintet për ta çuar deri në këtë krizë, sesa deklaratat politike. Shiqo, ti nuk mundesh me norma ligjore ti rregullosh ato që duhet rregullohen në marrëveshje politike. Çdo herë, në secilën edhe në kushtetutën më të detajuara, në ligjet më të detajuara, nëse ti kërkon të bësh hile, do i gjesh ato. Çështja është se ti duhet të kesh vullnet. Dhe cili është vullneti politik që ti ke? A është ai mirë të interesit shtetit, qytetarëve që ti pretendon të qeverisësh, apo ke inatet e tilla që ti me çdo kusht dëshiron të dalësh fitimtar para kundërshtarëve tut politik, edhe nëse kjo i kushton shumë vendit dhe qytetarëve të vendit tanë. Kjo është logjika që ka ndjekur Kurti. Do të thotë ai me çdo kusht ka dashur që ai të duket të jetë fituesi, por nuk doli kështu në këto zgjedhje se nuk arriti ta bëjë qeverinë. Dhe po duhet shpresoj që ka nxjerrë mësim nga kjo punë. Edhe ai, por edhe subjekte tjera politike, sepse në politik çdo gjë arrihet me marrëveshje dhe kompromisin e politik është një gjë domosdoshme dhe nuk është me patjetër diçka e keqe. Nuk është keq që ti të ulesh të lëshosh pe nga disa çështje dhe të ofrosh diçka më shumë për subjekte tjera, sidomos kur ti je i pari, kur je si themi më i madhi në politikë. Gjithmonë kërkohet nga ai që ka shumicën të jetë më tolerant ndaj pakicave. Qofshin çfarë do natyre qofshin pakicat. Kjo është natyra e politikës në përgjithësi, natyra e politikës në të vendeve demokratike. Vetëm në autokraci dhe në diktatura kemi çaste të tillë kur i pari dëshiron të ketë gjithçka. Në demokraci përgjegjësit ndohen, se fundi drejtimi i qeverisë, drejtimi i shtetit është përgjegjësi, më shumë se sa është privilegje për fitim. Prandaj po them se tani Kurti në radhë të parë, por edhe subjekte tjera duhet t'i thrasin mendjes. Dhe të dinë që kanë mbi vete barrën e drejtimit të një vendi, i cili është ndër më të varfrit në rajon dhe në fund të procesit të integrimit, ku ne integrimit në Bashkimin Evropian, ku ne duam të shkojmë, por më keq ne ende nuk jemi antar të shumë organizata tjera ndërkombëtare, siç është Këshilli i Evropës, siç është OSBE-ja kështu me radhë, të cilat do të ndihmonin në zhvillimin e vendit dhe shoqërisë tonë përgjithësi, do të ndihmonin në forcimin e demokracisë, në sundimin e ligjit e një varg çështjeve tjera. Nuk folëm këtu për LDK-n. Duket sikur vetëm aty nuk po lëvizin ujërat. Jo, unë jam shumë e afërt me LDK-n sepse jam vetë antare e LDK-s dhe aty natyrisht se ka lëvizje. LDK-ja është subjekti më i dëshiruar për qeverisur nga gjitha subjektet politike për shkak të maturisë që ka. Çdo herë LDK-ja ka vendosur interesin e shtetit para interesit vetë partijak, por kjo për fat të keq nuk i është shpërblyer me votë nga qytetarët. Dhe kësaj here kryetari Abdi Xhiku ka vendosur të qëndrojë besnik qëndrimeve të tij që kishte dhënë para fushatës zgjedhore, por LDK-ja pranë mbetet subjekti më racional, që kur vjen e pyetje çështja e interesit shtetit, prap ata janë të gatshëm të bëjnë kompromis, qoftë siç thash edhe në kurrizë të vetë partisë. Edhe
Çështja është se pritjen ndaj LDK-s janë shumë të mëdha, të gjithë presin që LDK-ja të jetë më racionale, më matur, dhe unë mendoj se edhe pas këtyre zgjedhjeve sjellja e LDK-s do të jetë e tillë. Pra, LDK-ja do ta vendos interesin e qytetarëve, interesin e vendit para interesave veta partijake, por unë du të besoj se kësaj herë edhe qytetarët do t'ja shpërblejnë këtë qëndrim, duke e votuar më shumë, duke nxjerrë atë subjektin e parë, sepse LDK-ja ofron një lloj qëndrueshmërie institucionale dhe për shkak të edhe të programit që ka në fokus zhvillimin ekonomik të vendit, besoj se Kosova do të përfitonte shumë më shumë. Të gjithë para se të shpallej data e zgjedhjeve,